Përshëndetje I famshmi Vlone. Si ishte ky rin show për ty? Shumë mirë, shumë perfekt. Jam munduar që nga dita e parë deri tani, deri që është dita e fundit, I kam bërë provat me qef, nga regjizori më I mirë Antonio Tole. Andaj patjetër për horimat Fiona Mosmik dhe ti. Lere ca ka të dy. Në falje, po. S'ka gjë, emocionet e pas shfaqjes janë të tilla. Si ndjehesh? Shumë, nuk Krenar ka, nuk për është veten. ndjesja ime më e mirë që kam kaluar gjithë gjimnazin, adoleshencën, kjo do jetë kujtimi tim Më I I bukur. preferuar që do kem gjatë. Unë jam e gjithë kohë. sigur që ti do ta kesh këto ndjesit do në një farë mënyre do zbehen derisa ti të vish në podcast, po unë do të bëj një pyetje të fundit. Ma përshkruaj shfaqjen ose me një fjalë ose me një fjalë, si duash ti. Me disa fjali. Me disa fjali. Gjaja e parë ishte një mundim tepër I madh, po ashtu se kishte edhe ajo gabimet e saj. Gjithsesi ne improvizuam, u përpoqëm të japim më të mirën tonë. Nuk e dim a ishim shkolla më perfekte, nuk e dim a ishim shkolla më e mirë, më e rregullt, dhe nuk e dim a do marrim çmime apo jo. Po fundit ka rëndësi që u kënaqem, kjo ka rëndësi. Ju fituat për veten tuaj. Kemi fituar një miqësi, një familje dhe përfaqësoam shkollën tonë Rashi Qirinxhi. Suksesa. Shumë faleminderit.